Një ngjarje dramatike ka tronditur lagjen 15 tetori në Fier, ku një mësues i gjuhës angleze rreth 55 vjeç ka rrezikuar jetën në banesën e tij. Ai ka rënë nga kati i 6 i pallatit ku jetonte dhe ka mbetur i varur jashtë ndërtesës, duke shkaktuar panik te banorët e zonës. Sipas informacionit të parë, në vend ngjarje kanë mbritur menjëherë 2 automjete zjarrfikse, të cilat kanë ndërhyrë për të shpëtuar mësuesin. Po ashtu policia ka siguruar perimetrin dhe ka menaxhuar situatën me kujdes. Pas ndërhyrjes së shpejtë të shërbimeve të emergjencës, ai është shpëtuar dhe transportuar me urgjencë në spitalin e Fierit për ndihmë mjekësore. Gjendja e tij është për momentin në vëzhgim, ndërsa hetimet për shkaqet e rënjes dhe rrethanat e ngjarjes janë në zhvillim e sipër. Policia po merret me hetimin dhe po mbledh të dhëna të mëtejshme për të zbardhur këtë ngjarje të rëndë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.